Jeni gati? Gati. Aisha, si ka filluar procesi zgjedhor? A ka filluar në kohë? A shkon gjithçka në rregull dhe kush është dalja deri në këtë moment? Do me thënë në komunën tonë, pasi kemi një numër më të madh të vendvotimeve, 21 vendvotime, vendvotimet të cilët ndodhen nëpër qytet janë hapur të gjitha në kohë. Disa vendvotime të cilët janë nëpër vendet më lora kemi pas në vështirësi për shkak të kushteve klimatike. Mirë po, deri tash vetëm me 2 vendvotime ende nuk kemi përgjigje se janë hap, kemi bërë domethënë përpjekje që të arrijnë deri në vendvotim dhe të hapet votimi në kohë. Vendvotimi 72 domethënë i cili ndodhet në qaf është pak në vështirësi, ende nuk kanë arritur deri në vendvotim, mirë po bëjmë vazhdimisht përpjekje që të arrijnë dhe jemi në koordinim me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, do mundohemi që deri në ora 10, nëse arrim të hapet vendvotimi. Vendvotimet tjera janë hapur të gjitha në kohë. Në komunikim me Këshilla Zgjedhore, domethënë dalja deri në ora 9 ka qenë 802 votues, në përgjithësi domethënë 0.97 votues. Si ka rritur gjatë ditës së djeshme procesi? Procesi gjatë ditës së djeshme domethënë u bë shpërndarja e materialeve deri tek Këshilla Zgjedhore. Vazhdoi më pas domethënë votimi i personave të SMUR, gjithçka ishte në rregull, dalja e personave votimi i cilin realizuan personat e SMUR ishte 143 votues. Përqindja është e njëjtë në 19 tetor sot apo? Jo, është më pak. Ndoshta edhe kushtet klimatike, mirë po është pak më e ulët sa në 19. Qafës si lëshme bënim i qeter qafës? Korrekt, është. Ama ata janë gati afër vendvotimit, mendojmë se të hapet në kohë. 503, korrekt. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Aisha Mbjelli? Osmani.